Ky është momenti kur kampioni dhe rekordmeni shqiptar Erkan Qerima, i cili garoi në kategorinë 79 kg në kampionatin evropian të peshngritjes, zhvilluar më datë 22 prill 2026 në Gjeorgji, realizon me sukses provën e shtytjes 184 kg. Në përfundim shihen qartë 3 kartonat e bardhë të gjyqtarisë, të cilët tregojnë se gjithçka ishte korrekte. Isha pretendent për medalje, realizova provat në shkëputje 152, tentova rekord evropian 157 dhe në shtytje me 184 kg isha në zonën e medaljes. Me një diferencë të vogël me 1 kg ose 2 kg me vendin e parë dhe dytë. Në momentin që realizova provën 184 kg, gjyqtaria dha 3 bardha. Pastaj juria vendosi ta anulloj provën, na prishi garen, na çorientoi komplet, nuk po marrshim vesh se si ta vazhdoshim garen. Por çfarë ndodhi gjatë asaj prove që juria anuloi dhe vendimin e 3 gjyqtarëve? Një argument që për mua atë lëvizje e bën 90% ose 100% të sportistëve që një lëkundje në momentin që shtanga është në gjoks, po ti shikosh ka shumë raste që lëkundja është edhe më e madhe dhe ato e kalojnë. Një rast i ngjashëm është po në këtë kampionat evropian, rasti i sportistes ukrainase Irina Dombrovska, e cila garonte në kategorinë 77 kg për femra. Në këtë video duket qartë lëkundja e shtangës gjatë momentit që është në gjoks, po ashtu edhe rasti i sportistit Azerbajxhanit Ravin Almamadov, i cili ngriti 189 kg, duke vendosur në kategorinë 79 kg rekord evropian për moshat e vogla. Një vlerësim me 2 standarde, që kësaj radhe ka penalizuar padrejtësisht peshngritësin shqiptar. Duhet thënë që anulimi i provës së peshngritësit Erkan Qerima ishte një dëm jo vetëm për Shqipërinë, por edhe një goditje e rëndë për vetë atë. Gjithë shkënjimi është që ti bën gjithë punën, gjithë vitin dhe momentin që edhe realizon provën, edhe ta jep gjyqtaria 3 bardha dhe pastaj ta heq juria. Mua si sportist më është mohuar mundësia e medaljes, më është mohuar mundësia e shpërblimit që shkon rreth 30 milion lekë të vjetra. Por ky nuk është vetëm një hall personal, sepse edhe Shqipërisë i është mohuar mundësia një medaljes në një kampionat evropian që nuk është gjë e vogël. Aty konsiston gjithë historia e sportistëve dhe gjithë puna e sportit shqiptar për të marrë medaljen evropiane dhe botërore në aktivitete të rëndësishme. Dhe shpeshherë ndodh që në momente decisive si këto, një vendim i tillë të demoralizon përvimësinë e garës. Kur ti realizon një provë, je edhe më pozitiv në provën tjetër, je edhe më energjik, por në momentin që ty të mohohet ajo mundi e djerza, e çorientohesh komplet, pastaj nuk ke as dëshirë me vazhdu më. Një vendim i tillë të demotivon pasi është padrejtësi dhe ti ndihesh i zgënjur nga vendimi pasi punon gjithkohën, i realizon me sakrifica, me mundime, sepse nuk është e lehtë. Një sportist duhet të sakrifikojë shumë për të arritur nivel evropian dhe botëror, nuk është kollaj. Unë e kam pa si padrejtësi që i bëhet një sportist shqiptar në mes të Europës. Që me sa duket nuk është e para. E njëjta situatë më ka ndodhur në lojrat mesdhetare në Algjeri, por atje gjithçka mori një tjetër rrjedh. Sepse institucionet duke filluar nga federata bashkë me stafin e protestuan këtë vendim. Gjë që tregohet edhe nga këto pamje ku shihet teksa protestojnë të gjithë së bashku, që nga sportisti Erkan Qerima, i trajneri e deri tek presidenti i federatës Eles Gjoza. Pas këtij kontestimi, vendimi u rishikua. Dhe medalja atje mu kthy dhe mora medaljen e argjendit. Ndërsa në rastin e fundit, çuditërisht kjo gjë nuk ndodhi. Dhe kjo mu më shqetësoi edhe më tepër. Por fakti që përfaqësuesit e vendit tim, ata që drejtojnë federatën, nuk pat asnjë reagim. Nëse do kishte pasur reagim nga institucioni bashkë me trajnerat, unë mendoj që edhe mund të ishte kthyer. Kur ndodh një padrejtësi, edhe institucionet duhet të reagojnë, sepse ne nuk shkojmë personalisht, përfaqësojmë shtetin, përfaqësojmë flamurin dhe mos ketë asnjë lloj reagimit, kjo është e turpshme. Po ku ishte presidenti i federatës në momentin e garës së shpallur të pavlefshme nga juria? Ishte prezent në Zemjë dhe në momentin që më ndodhi mua kjo padrejtësi nuk ka pas asnjë reagim. Protestoj unë, presidenti, proteston trajneri, i cili shoqëron sportistin, ka një karton të bardhë, e paraqit e bën challenge. Se kishte Erkandi aty, thatë tabela, tha. Ose ja punë sepse trajneri shikonte garën. Të lutem, specialist për peshngritjen jam unë, nuk jeni ju. Ju jeni, dakor. Po më gënjyet tani. Kurse nuk protestoj unë. Nuk protestoj unë. Po në 2022 pse ke protestuar kur ja kthyen Erkandit në Algjeri medaljen? Unë s'protestoj. Po e kam videon në Algjeri që ju jeni pjesë e protestës. Po lajthiten atko. Lajthiten atko. Do të ishte vërtet pozitive, sikur të kishim sa më shumë trajnerë president që të lajthisnin në këtë mënyrë. Do na vinin medaljet njëra pas tjetrës. Ishte tjetër ajo garë dhe është tjetër kjo garë. Vetëm mos u nxesh s'ka gjë për të nxehur. Ti po të rridhesh, po. Unë nuk nxehem.
unë kam tonin e tillë. Sikur ta lëmë një anë këtë debatin e dridhjes dhe zërit lart, më mirë të mësojmë se pse ishte ndryshe ajo gare e Algjerisë dhe pse ndryshe kjo e Europianit në Gjeorgji. Unë binda që sportisti jon aty nuk gaboi dhe ishte sepse medaljen aty e merrte një afrikan. Pra duke u bërë atje gara mund ta stimulonin. Dhe vërtet u revoltova. Mund të them që dola edhe nga vetja, po nëse u kthye nga ana im, po ata e menduan, e pan disa herë, ju mbush mendja që duhet ta jepnin rregull dhe dhan rregull. Këtë gjë ka shpresuar në Gjeorgji edhe peshngritësi Erkan Qerimaj që ndoshta nëse kontestoi vendimi i juris, gjëra do të merrnin për mirë. E pse jo, rasti i Algjerisë do të përsëritej dhe do të kishim një medalje plus. Gjithçka hipotetike, le të kuptohemi. Nëse mendon ti tani se do të bësh emision, le të bësh interesant, Po ngeli këtu për të bërë interesant. Të lutem edhe një herë. Që mendon që është paguar një medalje. Po se mohon federata, as presidenti. Ai këtu e shef për shkak të mos mbështetjes. Mendonte që po të kishte më shumë mbështetje, ndoshta Hyria do ta shpente vendimin. Po kush jam të diktoj urin? Ata do gjën kampion olimpik. Dhe mua deri diku më mbyllet goja. Edhe për revoltën time. Kjo është e gjitha. Këtu zoti Gjoza flet për anulimin e provës që u bë nga juria kampionit olimpik Carlos Nassar me pretendimin se bëri po të njëjtin faull. Mirë po, ky justifikim ka brenda një kontradikt dhe një të pavërtet. Kontradita qëndronte fakti se presidenti i Federatës Shqiptare të Peshngritjes është aty për sportistët tanë, jo për të huajt, ndërsa e pavërteta është tek fakti se Carlos Nassar garoi pas Erkandit, jo para. Kështu që zoti Gjoza nuk e ka penguar kjo gjë që të kërkoj shpjegime për padrejtësinë dëm të sportistit që mban mbi shpatulla flamurin shqiptar. Kur juria hodhi poshtë tre të bardha të gjyqtarëve, çfarë bët ju? Se më duhet të them, të shpjegoj ju dhe asnjëri. Unë këtu vi për publikun, jo për fjalë. Unë kam takuar sekretaren e përgjithshëm të Federatës Evropiane Miran Melovic, kam shkuar kryeria pse i anallohet prova Shqipërisë. Shkove në moment. Absolutisht. Çfarë thanë ata? I dashur president ka bërë një faull e cila e parandalon dhënien e provës për çdo sportist jo për të. Prandaj nuk e dham. E keni konfirmuar me 8 firma. Unë jam i çmendur, edhe unë vetë korrigjoj vetë, edhe nëse bën një gabim, edhe një gest jo të mirë sportiv, duhet të reflektoj. Dhe atë gjë në Algjerisë duhet ta bëjmë. Nuk i lejohet një presidenti si punë im apo një president tjetër të bëjë sjellje. Dhe unë kam bërë vetë ato kritik, u gëzova shumë që e mora medaljen, si është medalje për Shqipërinë, por gjesti nuk është i mirë. Tani ne këtu këngulin, duke qenë se ne jemi Shqipëria, nuk jemi në një vend që i marrim medaljet çdo ditë, çdo javë. Erkandit ju hoq një medalje dhe ta mbaroj. Pa informuar mos e mbaro. Nuk e mbaroj. Ne kemi marrë vetëm vitin shkaloj 39 medalje nga këto janë mbi 30 ari. E me që pas kemi marrë 39, ç'na hyn në punë një më shumë. Por ka një problem, se në sport historia me medalje bëhet apo jo? Zotri, po ti mendon se s'du medalje? Këtë nuk e vëmë në dyshim. Ne vëmë në dyshim angazhimin e zotit Gjoza, i cili, nga sa thot kampioni Qerimaj, nuk është as pak mbështetës ndaj sportistit ton. Për sa kohë ka shumë raste që me kontestime të tilla prova është kaluar me vendimin jo vetëm të gjyqtarisë, por edhe të jurisë. Në lidhje me këtë episod që i hoqi Shqipërisë mundësinë e një medalje, kontaktuam edhe kreun e Komitetit Olimpik zotin Fidel Ylli, i cili në pamundësi për të zhvilluar një intervistë për shkak të angazhimeve profesionale na dërgoi një koment. Përshëndetje piranjat. Unë kam folur personalisht me Erkandin, edhe videon asaj gare kam parë. Unë nuk jam peshngritës, por e njoh mirë peshngritjen, pasi kam gjithë jetën time që ndjek çdo aktivitet kombëtar dhe ndërkombëtar. Ajo provë e realizuar nga kampioni Erkan Qerimaj, për mua personalisht është provë e pastër, 100%. Dhe këtë gjë e ka konfirmuar edhe gjyqtaria garës me 3 aprovime. Se çfarë ka ndodhur më pas nga kryegjyqtari i garës dhe arsyeja pse e kanë anuluar si faull, nuk di të them më shumë pasi nuk kam qenë aty. Një moment i tillë na ka ndodhur edhe një herë me Erkandin në lojrat mesjetare të zhvilluara në vitin 2022 në Algjeri, dhe ne të gjithë u ngritëm nga vendi si staf duke protestuar. Dhe gjyqtaria e riktheu dhe aprovoi stilin në shkëputje të Erkandit dhe mori medaljen e argjentit. Nëse kjo nuk do të anulohej, ishte provë që Erkandi do të merrte medaljen evropiane. Është shumë e rëndë të hidhet poshtë djersa, mundi, sakrifica sportistit. Pa qëllim apo më e keqja me qëllim. Ne mund të flasim e të sensibilizojmë, por ajo medalje nuk i kthehet më Shqipërisë, e as mjeshtrit dhe kampionit ton të madh të peshngritjes, Erkand Qerimajt. E vërtet, medalja nuk kthehet më. Por siç thotë zoti Ylli, sensibilizimi apo mbështetja nga federata nuk duhet mungoj. Siç fatkeqësisht ka munguar në episodin e fundit, duke u justifikuar me rastin e sportistit bullgar i cili garoi pas Erkandit, apo me shprehje të tilla si
Lajthita aso kohë kur protestova tani kanë bërë autokritik. Dhe si për paradoks, atë që nuk e bën përfaqësuesit e delegacionit shqiptar të peshngritjes e bën rivalët. Kam pas shumë reagime nga ekipi gjerman, nga ekipi italian, nga ekipi kroat, dhe kjo të paktën në një farë mënyrë të qetëson, pasi kur edhe tjerët e kuptojnë padrejtësinë, solidarizohen me ty, të paktën e kuptojnë që është vendimi pa drejt. Ajo provë është 100% e realizuar dhe është një skandal kjo për europianin që të hiqet ajo medalje. Kjo ka qenë diskutimi i shteteve të huaja që fundja fundit ato nuk është se kanë në interes që të marrë Shqipëria ose unë medalje. E pas këtij episodi që nxjerr zbuluar indiferencën e drejtuesit më të lartë, hapet një kuti Pandore në sportin e peshngritjes, që na shtyn të besojmë se nuk kemi të bëjmë me një rast të izoluar. Sportisti duhet të ketë suportin e institucionit, duhet të ketë fizioterapist, duhet të ketë doktor. Nuk e kemi as në stërvitje, as në grumbullim, as në garë. Po si bën konsultat apo trajtimet? Shkojmë në mënyrë private, ne paguajmë nga xhepi, nuk na ofrohet, duhet na ofrohet. Si mund të shkojë një ekip kombëtar i peshngritjes, sportit që na dhuron më shumë medalje, të përfaqësojë Shqipërinë në një kampionat europian ose botror, ose në një aktivitet tjetër madhor, pa këto kushte minimale? Çfarë përgjigje keni për këtë sporteve dhe hap fond më shumë që ti marrin? Një fizioterapist i dashur, për një sportist merr 40.000 lekë në ditë për një seancë. Për 10 sportistë 400.000 lekë. Po dhe ai që do vi këtu, një ditë. Kemi ne këtu një sip. Kush të vjen ty për një? Ata duan 6 seanca në muaj. Bëj llogarit, fondi jon duhet shkoj vetëm për fizioterapi. Në një kohë që ne nuk na del fondi për aktivitete. Të bësh një aktivitet do të thotë të kumbullosh ekipin për një muaj, ti presësh biletat, ti akreditosh atje. Që një aktivitet shkon 30-35.000 euro. Bëj 9 të tilla, 10 të tilla, i bën hesabet vet, kur ne kemi pas 70% të grandi. E keni kërkuar këto fonde që mungojnë? Po ne kemi dalë vazhdimisht protesta, kemi bërë çmos. Aq fuqi ka shteti shqiptar, aq na jep. Ku shkojnë këto fonde? Se nuk ka transparencë. Edhe fondet që vijnë nga ministria dhe ato që vijnë nga bashkia, dhe të aktiviteteve kampionat europian dhe kampionat botror, dhe të sponsorave. Çdo qindark që hyn në federat duhet kontrollohet. Kam dashur të më ndalojnë në mënyra të ndryshme që unë të shpreh këto shqetësime, por nuk është arsyeshme që mos të shpreh, pasi jam një ndër ato sportista që e kam ngretë zërin gjithmonë për problematikat e sportistave dhe ato ndryshime që janë bën, ka ardhur edhe nga kjo. Diçka që më ka bërë shumë përshtypje është fjalia e fundit që keni në sqarimin tuaj, zyrtar, ku thoni që do t'i trajtohemi organeve gjyqësore lidhur me sportistin në fjalë për deklarata të pavërteta. Presidenti neglizhoi reklamimin e provësimit, nikos është e vërtetë. Dhe s'ma akuzon dot për çdo gjë për disinformim që merr opinionin publik. Unë i drejtoj gjyqit, nuk merrem me sqarime private. Unë jam institucional. Po mos ndoshta kjo sjellje juaj ose marrëdhënie institucionale, piramid, ju ka dëmtuar pak që të keni një organizim më të mirë të brendshëm, një mirë kuptim me njëri tjetrin, të jeni më të bashkuar, më të afërt. Unë jam shumë bashkëpunues. Po nuk mund të bëjmë 400 sopash kur është Debrikeni këtu, kur është Derkandi këtu, kam 3 sportista në një kohë. Us bën 300 sopash. Unë jam presidenti. Unë duhet të kem vendin tim, shkoj aty ku janë gjithë presidentat. Tani ne tek Trumpi nuk e çojmë dot zotin Gjoza. Maksimumi te peshngritja ka mbritur, me forcat e veta. Ndërkohë në muajin shtator 2026 zhvillohen lojrat mesdhetare në Itali. Peshngritësi ynë Erkan Qerimaj është në formën më të mirë të mundshme për të nxjerrë rezultate të kënaqshme, por a do të ndikojë rasti i Gjeorgjis në gjendjen fizike dhe psikologjike të tij? Unë jam sportist që jam mësuar me shumë sfida dhe me shumë përballje në karrierën time sportive. Por gjithsesi edhe kjo është një sfidë me vete që në momentin kur të ndodh një padrejtësi, ta përpunosh me veten dhe të motivohesh, sepse moralisht është zhgënjim. Duhet forcë për të arritur aty te medaljet, tek ngritja flamurit.